Elinore këtu në Shkup, ku në hapjen e ekspozitës piktorit apo artistit të njohur Reshat Ahmeti, ku po hap ekspozitën Rrugtimi im në art. Në fakt Reshat Ahmeti është një piktor i cili ka reputacion ndërkombëtar, është një piktor veprat e të cilit ndodhen apo janë të ekspozuara në muze shumë të rëndësishëm për në vende të ndryshme të botës, një piktor i cili ka shumë piktura dhe shumë ekspozita, por edhe një piktor që normal gjithmonë sjell risi. Në fakt ai këtë vit e shënon 35 vjetorin e krijimtarisë së tij artistike dhe prandaj po hap edhe ekspozitën Rrugtimi im në art pikërisht në Shkup. Mirë po në fakt shënimi i këtij jubileu ka filluar më herët, sepse ai ka hapur edhe një ekspozit në Berlin të Gjermanisë e më pas në Graz të Austrisë, ndërsa kjo është ekspozita e tretë që shënon këtë jubilej. Këtu me mua është zoti Reshat, me të cilin do të flasim pak për rrugtimin e tij në art apo për krijimtarinë e tij artistike në përgjithësi. Përshëndetje zoti Reshat, faleminderit shumë që ndat pak kohë për të qenë pjesë e emisionit Ftesë në studio. Përshëndetje dhe faleminderit që erdhët. Faleminderit shumë. T'ju pyes një herë sepse tash ky është një moment shumë i veçantë besoj për ju, një moment shumë i rëndësishëm sepse po shënoni 35 vjetorin e krijimtarisë suaj artistike. Si po ndjeni që keni arritur deri tek ky moment të shënoni të festoni pikërisht të jubilej? Ka shumë kategori të ndjenjesh. Mirë po këta 3 dekada të gjysmë mund të them se ka qenë dekada të plotësuara me aktivitete të ndryshme, me përjetime të ndryshme. Siç e dim, gjenerata ime ka jetuar në kohë ku janë ndryshuar shtetet, janë ndryshuar sistemet politike, ka patur luftra, por përsëri kemi mbet artist, kemi besu, unë jam optimist. Gjithmonë, ashtu që arti është, unë shpesh herë them, arti dhe kultura të shpëton e botën. Është barikada e fundit të civilizimit njerëzor. Nëse nuk kemi art, ne nuk do të kishim atë që kemi sot si civilizim njerëzor. Pra, nëse bëj një rekapitulim, ka qenë një rrugtim i mrekullueshëm. Duket në fakt edhe nga pikturat tuaja, por t'ju pyes pak çfarë përfaqëson pikërisht kjo ekspozitë dhe si janë përzgjedhur pikturat që janë ekspozuar sonte këtu? Këtu janë afër 25 vepra, fragmente nga cikle të ndryshme, pra kam një produksion të madh, për shkak se 35 vjet edhe jo një ndër artistët të rrallë që permanente jam marrë me këtë punë. Nuk kam patur pauzë, nuk kam patur krizë artistike ose dilema. Arti është mishëruar me pjesën time, domethënë, është diçka mrekulli. Pra sonde artdashësit do të shohin disa fragmente nga disa cikle, nga tradita, geometrizmi lirik, tepërtimi i dritës e kështu me radhë. Që mos e indoktrinoj publikun se kam dash këtë ta tregoj, se ashtu se artisti gjithmonë mund të flasë, është mirë që vetë shikuesi të gjene gravitetin shpirtëror në atë që e sheh. Ne të gjithë kemi eksperiencë të ndryshme jetësore dhe sikush i formon sensibilitetin dhe shijen e vete për ngjarjet edhe për vepra kulturore, të muzikës e kështu me radhë. Pra, do të kenë ardashësit mundësi që të shohin një lëpesë të gjerë të krijimtarisë dhe cikleve të ndryshme të mirë. Shumë e vërtet, në fakt ju e përmendët që 35 vite janë shumë, e sigurisht edhe shumë vepra, duke qenë se ju nuk keni sigurisht edhe nuk keni pauzuar. Sa vepra keni gjithsej dhe sa ekspozita keni bërë deri më tani? Po besoj se mbi 1000 vepra të realizuara në teknika të ndryshme e kështu me radhë. Është kënaqësi se momentalisht ne duke biseduar veprat i kam. Ekspozita është ende në Berlin, është ende në Graz, kam vepra me galeri në Berlin, edhe çdo ku në botë që dikush ka veprën time. Është në vërtet një përjetim se ndjehesh si je pjesë e një tërësie më të madhe. Je pjesë e një gjëje që është mrekulli. Besoj se arti e ka dimensionin hyjnor, kosmik, është diçka mrekullueshme. Si pritën edhe atje, sepse e përmenda domethënë edhe unë më herët edhe ju tash e përmendët që domethënë ju keni hapur edhe një ekspozitë në Berlin edhe në Graz të Austrisë. Si u prit edhe atje ekspozita, por në fakt edhe ekspozita të tjera, sepse di që një pjesë të madhe të ekspozitave ju i keni edhe jashtë vendit, në vende të ndryshme të botës. Si pritet nga ndërkombëtarët? Me qenë se shpesh më ftojnë që do thotë arti im komunikon me botën. Mund ta shihni tash në video prezantuar ekspozita jashtë objektit, ekspozita në Berlin. Ishte një mrekulli, domethënë kishte mbi 100 njerëz, personalitete të rëndësishëm të Gjermanisë. Pra ishte në Bundestag, në galerinë e Ministrisë të Punëve të Jashtme, ku kishte 3 kurator, shefi i përgjegjësi për Ballkanin Perëndimor, foli, domethënë ka qenë. Mund ta shfrytëzoj rastin ta faleminderoj ambasadorin tonë i Bruxellit që bëni çmosket
kjo ndodhi që ishte në Berlin tjetër në nivelin të duhur. Ai kishte një respekt të veçantë nga ana e Ministrisë të Punëve të Jashtme, që të thotë se shqiptarët kanë edhe fragmente tjera shoqërore. Pra kemi diplomatë të mrekulluar, besoj se kemi edhe artistë të mrekulluar, ashtu që në mënyrë graduale dhe jemi pjesë e rëndësishme e kësaj shteti. Shumë e vërtet në fakt. Ka ndonjë vepër e cila i përfaqëson gjithë këto vite në të krijimtarisë tuaj, një vepër mbase më e veçantë që ju e veçoni apo të gjitha ato e kanë mbase atë? Gjithmonë që është pyetje e vështirë, cilin vepër e pëlqen, se si të thotë cila fëmijën e pëlqen më shumë. Çdo vepër e ka atë përjetimin e vet, çdo pikturë që e shoh, edhe që e kam bë para 35 vjet, më rikujton emocionin asaj kohe kështu me radhë. Domethënë, është vështirë të potencohet, mund të theksohet kjo vepër e kësaj periudhe e përfaqëson atë periudhë. Mirë, po me vërtet është vështirësi të thoj se mund ta ndani. Ti ishte ashtu artistët të mëdhenj, kur do të bëshin një kryevepër, nuk do të kishte shkak edhe të krijojnë. Se është bë kryevepra. Që do të thotë që është një kontinuitet, një realizim i plot jetësor, nuk është vetëm një pjesë e jetës me të cilën ti mirësh dhe e ka ri caku. Pra që është një deri në vdekje besoj se artisti gjithmonë të krijon. Vërtet mendoj që ka kryevepra gjatë gjithë kohës, domethënë nuk ekziston vetëm një kryevepër, por gjitha janë kryevepra. Tjetër të jetë më e mire. Nuk është vetëm ajo ego e më e mirë. Vetëm procesi i realizimit të pikturës. Pikturimin ose thjesht në atelje në studio, ajo është një përjetim i jashtëzakonshëm dhe artisti para do të ikë në atelje, të largohet nga një botë dhe të ikë në botën e vet utopike artistike kështu më. Aty të ndjeni më radhë. Natyrisht. Aty të ndjeni shpirtin më radhë. Nëse kemi pas në kohë, si ka evoluar stili juaj i artit gjatë këtyre 35 viteve ose mbase edhe si e përjetoni ose si e kujtoni momentet e para kur keni filluar me art? Çdo zhvillim lidhet edhe me moshën. Kur ishim studentë, ishim më revolucionar, me më shumë ideje e kështu me radhë. Gradualisht me eksperiencë e kupton se revolucionet ndodhen më mirë me evolucion. Pra, duhet të kemi rritje në mënyrë graduale. Asgjë brenda natës nuk do të ndodhë. Është një proces. Veç procesi gjetjes së mënyrës të shprehjes është një rrugtim i bukur. Ciklin ka filluar, kam diplomuar me temën geometrizmi lirik, pa mënyrë graduale fillova me ciklin nga tradita, nga folklori kombëtar shqiptar, duke lidhur me geometrizmin, pastaj depërtimi i dritës. Pastaj jam marrë me një cikël quhet enigma, përdor shë katrore të ndryshme ku çdo gjë që se kam qartë e fuçën atë katror, natyrisht me gjuhën figurative. Tash një cikël i fundit quhet zemra e madhe, domethënë ne patjetër të evoluojmë dhe të ndryshojmë në kahje pozitive. Të jemi më e mira e vetvetes, jo të ndryshojmë si karakter, po ta rindërtojmë stilin ton, karakterin ton e kështu. Shumë vërtet dhe ju në fakt jeni ndër artistët që sillni gjithmonë risi, gjithmonë keni gjëra të reja. Unë dua t'ju pyes pak edhe për atë se pikturat tuaja në fakt shumica e të gjitha pikturat tuaja përmbajnë shumë ngjyra dhe përmbajnë elemente abstrakte. Cili është mesazhi që përcjellni përmes këtyre? Mund të shihni se gjitha veprat depërtojnë drita. Domethënë, Zoti sipas feve monoteistike, Zoti para e ka kryer botën e pastaj ka thënë le të jetë dritë. Pra çdo gjë dhe ngjyrat që i shohim është shkak ngjyrave. Çdo gjë që shohim, që perceptojmë në aspektin vizual është drita. Edhe e dritë në koloritetin tim, natyrisht me gjuhën figurative që e drita potencohet, jo vetëm në aspektin fizik, por për të jetojmë edhe një dritë shpirtërore. Pra mesazhi gjithmonë është optimist, ta kuptojmë se jeta është mrekulli dhe arti është mrekulli. Ta gjejmë anën pozitive, anën që na mban shpirtërisht të gjejmë mirë. Çdo patologji njerëzore ose helme shpirtërore që ndodhet gjatë jetës, sa më pak të jemi më shumë të jemi në gjërat që neve na bëjnë të lumtur dhe të gjejmë rahat. Pra një dritë shpirtërore të ndikon ke çdo kush. Shumë vërtet. Duke qenë se arti juaj është vlerësuar shumë, ju keni marrë edhe çmime të ndryshme, por unë do përmend në fakt vlerësimin e një figure të shquar të letërsisë shqiptare, që është pikërisht Ismail Kadare, sepse ai ka bërë një vlerësim për artin tuaj dhe unë në fakt do të citoj një pjesë të letrës apo të vlerësimit të tij që ka shkruar, ku thotë që Reshat Ahmeti bën pjesë në radhët e artistëve që e përgatitin, që e sjellin Evropën mu në mes të Ballkanit dhe që me po atë siguri, me penelin e tyre, e çojnë Ballkanin mu në qendër të kontinentit. Si ndjeni për këtë vlerësim? Është mrekulli, ai ishte mjeshtër i shkrimit. Erdhi në studion tim, po ishim në drek, me të vërtet i lam përshtypje veprat e mia edhe
vazhdojshim diskutimin rreth kulturës, poshtë kulturës shqiptare, e cila ka qenë e fragmentizuar. Një pjesë jeton në shtetin nam. Dy pjesë tjetër të shqiptarëve jetojnë nëpër botë. Një pjesë afër Kosovë, Shqipëri, domethënë nuk kemi patur në një farë kontinuiteti unik të kulturës shqiptare. Kemi pas një postrealizëm, kemi pas një komunizëm liberal në Jugosllavi, pastaj në Maqedoni, ku shqiptarët nuk kanë patur shumë mundësi për të shprehur në aspektin kulturor, por megjithatë tash dirat janë të hapura, bota është globalizuar dhe shqiptarët e kanë vendin e vet. Ne jemi popull evropian dhe gjithmonë do të jemi të tillë. Nga ku e merrni frymëzimin? Cili është burimi i frymëzimit tuaj për të krijuar art? Besoj pjesa e traditave shqiptare kjo. Ka shumë motive, inspirime kështu me radhë, por mbi gjitha është jeta. Përjetimin të qenit të gjatë, të krijoni dhe të gërbishni kohën dhe hapësirën që keni jetuar. Shpesh u them studentëve, arsyetoni jetën te Zoti. Pse u ka dhënë këtë jetë? Duke bërë diçka. Edhe ne jemi të privilegjuar si artist na ka dhënë Zoti një dhunti të veçantë. Edhe ajo është inspirimi më i madh. Se ne bëjmë magji, në pëllur të bardhë, s'ka gjë, dorët tona po bëjnë diçka, krijojnë diçka. Edhe ajo është motivi më i madh. Në aspektin profesional. Pra, fillimisht e kishim gjeometrizmin lirik, format geometrike, natyra ka forma që janë evolutive, droni, ujti, çdo gjë që është në natyrë ka jetë dhe ka zhvillim, ndërsa njeriu që ka bën nuk ka jetë dhe nuk ka zhvillim. Jo më tepër forma katrore, geometrike. Jo rastisht amerikanët kur i çojnë sondat në planetet të tjera, dhe thuan, nëse gjejnë dy kënde të barabartë, formë geometrike ka civilizim. Dhe duhet të bëjë një simbiozë ndërmjet formave që i prodhon njeriu dhe format që i prodhon natyra. Aspektin filozofik, por duhet të sqarohet me gjuhën artist figurativ. Pastaj pash se geometrizmin përdorshin edhe gjyshet tona, kur te bregu përdorshin linjet në vertikal dhe në horizontal, formojshin katrore të vogla dhe nëpërmjet katrorëve të vogla formojshin lule, formojshin motive nga mitologjia, nga natyra, edhe unë duhet të bëj një simbiozë ndërmjet geometrizmit art dhe geometrizmit në folklor, duke transferuar në mënyrë pak më të lishme, më ekspresive, në mënyrën time, pa e kopjuar. Pastaj në mënyrë graduale erdhën ciklet tjera shumë. Kjo. Besoj që sigurisht edhe arti juaj dhe ju artistët sigurisht i keni ato sfidat me të cilat kaloni. Cilat kanë qenë sfidat më kryesore le të themi që ju i keni kaluar gjatë këtyre 35 viteve në art? Treguam, unë kam kam pas ekspozita me pasoshte Jugosllavisë, me pasoshte një shteti që quhet Firom, pastaj tash këtu domethënë kam ndryshuar pasaport, ndryshime. Pastaj gjatë më thonë një procesit jetësor që sfidat ne i themi që janë që i takojnë kohës dhe hapësirës historike që i përjetoj. Por sfidat më të mëdha te artistët atë puna administrative, përgatitjen e ekspozitave, dokumente, transporti, këta janë gjëra teknike që e mundojnë artistët. Por është shumë e rëndësishme që të ftojnë jashtë. Bota ka shumë artistë, perëndim që shumë artistë. Ta ftoj një shqiptar prej Maqedonie, në Berlin, në New York, në atje, është punë e madhe. Shumë vërtet dhe ju në fakt bëni një përfaqësim shumë të mirë të artit shqiptar kudo në botë, sigurisht ne jemi shumë krenar për ju. Por sa është e vështirë, duke qenë se ju përmendat domethënë këto sfida që transportosh atje, sa është e vështirë dhe mbase sa ka dhe mbështetje nga ana institucioneve apo ana e shtetit kur bëhet fjalë edhe për transportimin e pikturave në vendet e Kam shumë projekte në përbot, domethënë Ministria e Kulturës 10% të projekteve mia i ka për krah. Tash kishim një përgjigje negative për Berlin ku e kam prezantuar shtetin, për shkak se kam patur në Graz, kam patur, domethënë shteti s'mund të më gjep me aktivitetet që i kam. Gjithashtu, megjithatë, Ministria e Kulturës sipas buxhetit që u ka ndihmuar artistët. Jo për mua asnjë nuk kanë qenë të mjaftuar, si kanë qenë 40% ose 20% të shpenzimeve shumë. Por në artistin nëse pret prej institucioneve, prej ashtu që të bëhet artist hipoteka. Artisti duhet vetëm të krijojë, vepron, edhe presë pastaj bota profesionale, nëse i vlefshëm bota profesionale do të gjen. Duhet jemi këmbgulës e kështu me radhë. Artisti gjithmonë ka nevojë për financë. Çdo profesion ka nevojë për financë. Mirë, po nëse është artisti mirë, te karakteri i mirë, të jetë i durueshëm, të jetë këmbgulës, më prese lidhje ose kështu, por të krijone gjërat dhe vinë pastaj në mënyrë graduale. Shumë e vërtet në fakt. Si e shihni edhe evoluimin e artit pamor në vendin tonë, në Maqedoninë e Veriut, në përgjithësi? Viteve 90 ka qenë
shumë e dobët, do të thënë katastrofike, atë më ka strati paratiteshte në ekspozita, o merë kaleshin e kishim më shumë në Fransë, edhe unë kom baskove. Por, me zyrtarizimin e UT-s, me fakultetin e arteve, çdo pedagog që ishte artist duhet të bënë ekspozita që të marrë thirrje, edhe ishte një adrenalin plus për pedagogët. Pastaj me marrëveshjen e Ohrit, në mënyrë automatike shqiptarët fitojshin projekte. Jo sasi të mjaftueshëm, bile disa herë edhe e teprojshim me kuantitetin, me sasinë, ajo me cilësinë. Por në mënyrë graduale, besoj se çdo gjë të shtresohet si duhet, edhe artistët shqiptar duhet të jenë këmbgulës që ta tregojnë sërën e tyre dhe kenë edhe pak durim edhe besim. Si e shihni interesimin e të rinjve, sepse ju duke qenë se jeni edhe profesor, si e shihni interesimin e të rinjve për art në përgjithësi? Kanë vullnet të madh, mirë po unë shoh një problem në thënë motivues. Unë me studentët e mi më shumë u pikoj në ligjerimet motivuese, se i shofi pedagog jam dhe psikolog, i shofi si krijojnë, ndonjëherë kur jam pa shpirt unë përpiqem që të mapi vullnet e kështu me se arti nuk është sprint, është maraton tanjete. Dëshpërimet dhe tjerat kategori emocionale shpirtërore janë në rritje në personalitet. Çdo ofendim ose çdo negacion ndaj tyje duhet të jetë motivuese, se natyra e njeriut posaçërisht në rrethet e vogla, shteti ynë është i vogël. Gostivari, Teto dhe Shkupi janë mikro-urbane, do me thonë nuk kanë asnjë, edhe niveli i kolegëve, komunikimin mes vete janë qatë nivel, edhe pse mundohen, pra duhet jenë të durueshëm edhe mo presin brenda natës të bëjnë yrë, diçka. Ata janë iluzion, nuk ka artist më. S'ka madhështi, ka vetëm vepra që kryejnë mirë, ne të gjithë jemi ata të cilët e përjetojmë këtë botë edhe e krijojmë. Sa dhe ishi njohur në kohë, ose ashtu veprat përre të dëshmojnë. Ne mund të kemi në thojza lidhje dhe kush të mështinë, por ata janë sekundare. Vepra është ajo që unë shpesh u them shokëve në Gjermani ose në Amerikë, nuk më ftojnë për shkak bukurisë time ose mençurisë time, për shkak veprës. As për shkak lidhjeve, atje bota nuk intereson çfarë lidhje ke, për çfarë vepre ke, çka është oferta jote, mbas ofertës ata bëjnë vendime kështu me radhë. Pra duhet t'i harrojnë ta, se kene është mësuar sistemi, duhet kesh çdo gjë lidhje për ta paguajë rrymën, për ta edhe ajo sistem shkon edhe në art. Në art nuk është ashtu. Në art duhet të kesh vepra të mira. Mund t'i kesh këtë lidhjet e botës, ose nuk i ke veprat e mira, nuk të hynë në punë asnjë ofsia edhe. Unë jam këngëtari më i mirë të botës, por kur e gjën zërin, mbaroj tregimi. Ai mund të ketë miq të këtë botës, mirë po nuk ka zë. Aktori nuk ka aparencë aktorit, e kështu me radhë. Shkrimtari nuk din të shkruajnë mirë, voti keni. Pra, pavarësisht prej backgroundit social shoqëror që je, gjithmonë duhet vepra, puna ta dëshmon atë që je. Jo fjala ose një rreth i ngushtë i joti që është afër të. Me vërtet në fakt unë do ju pyesja se cili do të ishte mesazhi juaj që do t'ja jepje studentëve tuaj të rinjve, por në fakt ky ishte një mesazh mjaft i mirë, besoj se të gjithë ato shikuesit do ta marrin si mesazh mjaft i mirë të gjitha këto fjalë që i that, por duke qenë se s'dua t'ju mbaj edhe më shumë sepse edhe njerëzit po presin sigurisht t'ju takojnë, dua t'ju pyes çfarë ka pas kësaj ekspozite, çfarë janë planet pas kësaj. Mbas kësaj ekspozite pritet edhe ekspozita në Teto, ka kaluar në Ministrinë e Kulturës, shpresoj edhe ajo të bëjë një ekspozitë të madhe, pastaj në një vend tjetër në Maqedoni, pastaj më pret Bazeli, Monaco dhe New York. Pra duhet në mënyrë graduale. Përsëri në udhime. Derisa më ftojnë është kënaqësi të shumë. Shumë në fakt kënaqësi është sigurisht edhe për ne, sepse siç e thashë na përfaqësoni artin shqiptar dhe ne sigurisht jemi krenar dhe ju urojmë shumë suksese, por për fund dua të pyes çfarë do t'i thoshit Reshatit të ri sot që keni arrit vazhdo si ke vazhdu deri tani. Në fakt një mesazh të Zoti Reshat, faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit, që ndat pak kohë për të qenë pjesë e emisionit Ftes në studio, që ndat pak nga rrugtimi juaj i katërvjeçar në fakt na. Ju faleminderit edhe ju. Ju faleminderit. Të dashur shikues, këtu do ta mbyllim pjesën e intervistës, se në vazhdim ju do të shihni disa pamje nga ekspozita Rrugtimi im në art nga piktori dhe artisti Reshat Ahmeti.